17 motorcikleta të llojeve të ndryshme janë bllokuar 24 orët e fundit nga policia rrugore në qytetin e Shkodrës. Një pjesë e tyre janë pa dokumentat e origjinës, ndërsa të tjerë pa leje drejtimi. Gjatë këtij operacioni, 10 drejtues të tyre janë arrestuar dhe ndiqen penalisht. 10 shtetas ose përdorues ciklomotorësh ndiqen penalisht për shkeljet e kodit penal. 7 mjetet të tjerë janë bllokuar për shkak të mungesës së dokumentacionit të origjinës së tyre dhe rreth 26 persona janë gjobitur gjoba në vend për mungesë të kaskave të mbrojtëse të përdoruesve të rrugës. Këtu në mjetet, ashtu siç thash, për 7 mjete që nuk kanë dokument origjine, po e njëjta gjë është edhe për një pjesë të mjeteve të personave që po ndiqen penalisht. Mice tha se motorcikletat janë një problem mjaft shqetësues në qytetin e Shkodrës për jetën e qytetarëve dhe në rrugët kryesore që e lidhin këtë qytet me zonat e tjera. Ai kujtoi se një ditë më parë nga përplasja e një motori me një autovetur në rrugën e Moriçanit humbi jetën një person. Drejtuesit e policisë rrugore theksojnë se 40% e aksidenteve në Shkodër shkaktohen nga motorcikletat. Nga 53 aksidente që janë evidencuar gjatë 6 muajit të parë, gati 40% e tyre zënë ciklomotorët. Prezenca e ciklomotorit në këto aksidente rrugore është shumë e madhe. Kjo tregon për nivelin e pakët profesional që këta përdorues rrugë kanë drejtimin e tyre lloj mjeteve. Mbi bazën e një plani të detajuar për kontrollin e trafikut të qarkullimit të automjeteve në qytetin e Shkodrës dhe në rrugët kryesore të zonave, inspektorët e policisë rrugore ushtrojnë kontrolle 24 orë pa ndërprerje, bën të ditur drejtuesit e policisë.